Unë mendoj që për një periudhë në gjykimin tim apo të mesme do vijojmë timi në këtë situatë. Do vijojmë timi në situatë për sa kohë ne po ndalojmë atë ritmin e globalizimit, që normalisht parimin e saj bazë kishte specializimin e disa vendeve në disa ose në prodhime e disa produkte apo në suprime të shërbimeve të cilët kishin avantazhe konkurruese, pra në maksimizimin e eficiencës së ekonomisë së shkallës. Për sa kohë tashmë, si pasojë e nismës së Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe përgjigjes që ekonomitë e tjera po i japin, mendoj që kjo situatë do vijojë të jetë e tillë në një periudhë afatmesme derisa të ri vendosen marrëveshjet apo të ri negociohen marrëveshje midis palëve, por edhe gjetjes së zinxhireve furnizues alternativ, si për vendet e zhvilluara, por edhe për vendet në zhvillim, ku patjetër edhe vendi ynë do të marri ato pasojat apo do të përballohet me pasojat që do t'i vihen për kundër. Absolutisht ajo që pretendohet është që ritmi i rritjes, sidomos ato vende që kishin një ritëm rritje të lartë, si kur është India apo edhe Kina, po kryesisht vendet e BRICS-it, do vijojë të jetë e lartë, por me një tendencë normalisht rëndëse, për sa kohë edhe tregjet e konsumit, por edhe tregjet e furnizimit të tyre në disa raste kanë pësuar ndryshime, pritet të pësojnë ndryshime në të ardhmen. Por mendoj që ekonomia globale në tërësi do vuaj pasojat, do pësojë një rënje në konsum, do pësojë një rritje të çmimeve në mënyrë eksponenciale, pra një vijim i një inflacioni që do preki një gamë të gjerë produkte dhe shërbimesh, si të shportës bazë, por edhe më gjerë, ndaj mendoj që në total në atë overall-in, në total humsi më i madh do të jetë konsumatori final, pavarësisht vendit të tij, pra pavarësisht se është në Europë apo është në Bashkuar të Amerikës apo në një vend tjetër të botës, dhe që patjetër gjitha kjo sidomos do preki ato shtresa ekonomike apo ato kategori sociale, cilën themi mundësia ekonomike për të përballuar shportën bazë të konsumit